Jemi në bisedën tonë me ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në Rezedielli. Është përfolur një plan kohët e fundit, plani i qeverisë, zbuluar një plan i qeverisë 2025-2030 për rritjen e 50% të pensioneve për një pension të 13, për pensionistët e vetmuar, për moshën e daljes në pension do të flasim, për indeksimin, për formulat e reja, kështu që do doja tani sa fillimisht si e gjykoni dhe a është realisht e zbatueshme për 5 vitet e ardhshme ky plan që është shpallur nga qeveria? Në lidhje me këto plan masash, po themon, të qeverisë për të përmirësuar situatën ekonomike të pensionistëve, jo vetëm në masën e pensionit, por edhe në mënyrat të tërthorta në jetën e përditshme, duke hequr taksat, gjobat, duke krijuar kushte për kalimin e kohës së lirë, duke larguar gjobat, duke krijuar mundësinë për të vajtur në universitete, edhe një sër masash të tjera, të cilat unë po i përmbledh, dhe pastaj mbi baza saj që do të flas, mund të më bëni pyetje, sepse paga e 13 që është shfaqur tani nga qeveria shqiptare, edhe plani që ka pensioni 13 quhet, pensioni ekstra. Duhet shikuar në çik me seriozitet, sepse ne kemi patur edhe më përpara iniciativa ose edhe të mendimeve në tavolinë, duke futur në ndryshimin e ligjit të pensioneve, është edhur që para një vit e gjysmë, s'u bë. Domethënë, thjesht ne themi, po asnjë gjë nga ato që themi nuk është e shkruar me afate kohore. Kur do bëhet? Sa do bëhet? Dhe në këtë këndvështrim shikoj edhe këtë plan të qeverisë, e cila parashikon në vitet 2030. Nuk mundet që një qeveri të planifikojë jashtë afateve të saj të ushtrimit detyrshëm. Po thoni që mandati është 4 vjeçar, Po është 4 vjeçar, tash i thotë unë se bëra, se po ta kisha deri në 2030 do t'i bënja. Po si bëra? Pra nuk ka afat që të filloj, ose të themi pensionin me 200 euro, do t'ja bëj deri në vitin 2030. Shkurt, idhen idera të pa formalizuara në afate, dhe kjo nuk është serioze. Për mua është të tallesh me pensionistë, pse do t'i analizojnë. Sot, pensionet janë aq të ulta sa shtetet për rreth thonë si mund të jetojnë shqiptarët me këtë mas pensione që kanë sot. 120.000 qytetarë kanë pension në 100 euro. Do t'i dhe pyetja për qeverin këtu. A merr do të masa për të ndryshuar gjendjen e këtyre qytetarëve dhe kur? Sepse 200 euro thot pa afat, dhe këto 200 euro do t'ja bëjnë në vitin 2030. Po 2030, mirë, 2030, po ka 2 probleme këtu. Problemi parë, a e din kryeministri që jetëgjatësia e gëzimit të një pensioni në Shqipëri mesatarisht është 14 vjetë. Ka që e gëzon mesatarisht një qytetar pensionin. Dhe u thua pensionistëve sot që pas 6 vjetë do t'ju rrit pensionin. Këta që marrin 100 euro të shpresojnë që të marrin në vitin 2030, kur 40% e tyre me statistika si jetojme. Po mund t'i larguar nga jeta. Atëre, qeverisë për mendimin tim i shtrojnë edhe nga pensionistët, se unë jam edhe në shoqatën e pensionistëve, t'i dhe t'ide, ke plan masash për të nxjerrë këtë gjendje të pensionistëve sot? Dhe sa do t'a bësh sot? Se objektivat në 2030 a e din, kryeministri dhe ata që ja kanë bërë këto llogaritjet, që kërkesat e pensionistëve nuk do t'jenë 200 euro nevojat atëre. Duke marrë inflacionin, do të kaloj 300 euro, do të kërkojnë atëre. Mbas edhe më shumë. Kështu që është
Pra po thoni edhe nëse pensioni shkon 200 euro, gjendja ekonomike ose nuk rregullohet. Nuk do të rregullohet për këtë kategori. Kështu që ato duhet edhe në tavolinë me laps dhe me afate. Vetëm atëre se shiko, qytetarët ndryshojnë nga qeveria për mendimet që japin vetëm në këtë, sepse qytetarët vetëm ankohen, thoni dera edhe tyre që do të bëhet, ndërsa qeveria ka edhe lapsin, ka edhe parat që mund t'i vetë në dispozicion për zgjidhjen e problemeve. Kur do t'i bëhe? Ka edhe një firmë, i vetë, tak, i firmos ato dhe duhet t'i nxjerrë për veprim. Jo t'i thot, kjo pse bëhet kjo. Kjo, në këto kushte, është si rezultat i detyrimit që i ka dhenë FMN-ja dhe Këshilli i Europës. I ka dhenë qeverisë shqiptare 2030 të jenë plotësuar për kapitullin e 2 dhe 3, e cila kërkon konkurshmëri, që do të thotë që ne të konkurojmë me shtetet e Europës. Po si do të konkuroj me një pension 100 euro? Kur qytetarës shqiptarë që janë me rezidencë në Itali, që s'kan punuar fare, po marrim atë që s'kan punuar, atë që kanë punuar, kanë plotësojnë disa kushte të qëndrimit atje, marrin jo më pak se 500 euro, marrin në formën e ndihmës ekonomike. Ti i jep 100 euro, që gjë me thënë kjo? Gjithsesi, jemi në fillim të këtij mandati, kështu që mbase të presim, ndoshta 4 vite mund të përmirësohet një nga pikat. Ka një që është e pabesueshme. Pse? Që të bësh serioz duhet të shikoj si ecën. Dhe ke treguar që mendon se fondi sigurimi mund të kolapsojë nëse do të sigurisht. Skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri është drejt kolapsit të plot. E po them me përgjegjësi, le të dal kushdo nga nivelet e tjera të qoftë qeverisë, qoftë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Le të japin shpjegime këtë. Ky është raporti i 2023-shit. 2023-shit. Pse sigurimet shoqërore nuk edhe në faqen zyrtare, se e kanë statistikat, për vitin 2024. Është bërë një analizë vjetore në muajin mars dhe detyrimi ligjor është që t'i bëjë këtu, sepse ka fenomene negative që cilat janë fenomene negative që ju mendoni se kanë penguar institutin të hedhë të dhëna të 2024? Ja po i them unë disa. E para, ka të bëjë me numrin e viteve të të gjitha aplikuesve për punën e kryer kur vjen 2024. Ata nuk plotësojnë do 38 vjet, ose më mirë të themi nuk kanë plotësuar 38 vjet e 4 muaj, siç e ka patur ligji, po vetëm 27 vjet. Di çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë, mesatarisht për gjithë Shqipërinë. Kjo do të thotë që gjithmonë më tepër në Shqipëri do të ketë pensione të reduktuara, të jenë të pjesshme. Të pjesshme. Dhe nuk mund të pretendosh që të rritet pensioni me këtë, se pensioni llogaritet mbi bazën e kontributet. Ti kontributet i ke të ulta një. Iniciativën e qeverisë për të mbështetur për çdo muaj me grande, pra për këto shtresat në nevojë që kanë pensione shumë të ulta, nuk e merr, thotë, se nuk më lejnë mua të tjerët që të merren me këtë punë. Atëherë ti ke lëshuar timonin të verë nga të doja, atëherë vetëm konstaton edhe konstatimin se jep të japësh në raportet. Kjo ka edhe një rrezik tjetër. Cili është rreziku kur nuk i publikon? Ti mbulon anët negative, fenomenet që ekzistojnë. Dhe nuk mund të nxjerrësh mësime për të përmirësuar nga teknikën, nga institucioni. Kush do ta kërkojë që ky institucion të publikojë të dhënat? Ky e ndalon Edi Rama. Me përgjegjësi. Pse e them? E them me argument, jo kështu, me tifozllëk. E ndalon sepse statistikat nuk i ka publikuar vetëm Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Le të dali stati të tregojë pse si publikon të dhënat i stati. Këto janë dy institucionet më të rëndësishme për të shfaqur dhe për të publikuar atë që ka ndodhur një vit të tërë. Edhe i stati nuk është, si ka mundësi i bëj pyetja, që të dy këto institucione të rëndësishme nuk e publikojnë këtë. Dikush tjetër më lart i ka dhënë, dhe kush është ky më lart? Qartë.
E kuptova. Doja të komentonim të paktën në këtë plan masash edhe objektivash që ka publikuar qeveria 2025, është pensioni i 13. E shikoni të realizueshme pensionin e 13? Është një pagesë e njëhershme në fund të vitit apo dietet me këst, mendon se duhet të jetë? Nëse ka dëshirë dhe administrim të fondeve dhe të buxhetit të shtetit, çdo gjë është e realizueshme. Pse? Të gjitha vendet përreth e aplikojnë këtë. Vetëm ne se e aplikojnë. Greqia, për shembull, mua më ka shkruar këtu në një emigrat nga Greqia, ne marrim në fund të vitit 500 euro dhe dhoro, thot, ato dhoro i nënkuptojnë nga punëdhënësi, po këtë titël e kanë detyrim ligjorët. E japin gjithmonë. Italianët e japin. Për pensionistët, po. Për pensionistët, po. Për pensionistët. Italianët e japin. Po punëdhënësit ata nuk janë në punë, apo ka pensionistët të cilët punojnë? Ka që edhe punojnë. Që edhe punojnë, e kuptova. Ka që edhe punojnë. Edhe këtu tek neve ka qytetarë të cilët janë aktiv, janë të pension, po janë nuk janë pak, veç asyre që janë në të zezë, janë 96.000 pensionistë që punojnë. Pyetja shtrohet, këta e bën për hobi këta? E bëjnë nga nevoja ekonomike. E bëjnë nevoja. Ka të këtu që e bëjnë edhe për shkak të profesionit. Po edhe duhet folur edhe për pjesën tjetër, se ka pensionistë të cilët zgjedhin të punojnë dhe të jenë aktiv edhe për të moshuar aktiv. Jo vetëm nga e para është gjendja ekonomike. Absolutisht nuk e hedh poshtë. Po ka pensionistë janë mirë me shëndet, janë aktiv dhe duan të punojnë, të mos izolohen dhe të çuhen. Këtu që qeveria duhet të shikojë përndër them fenomenet. Nëse nuk i shfaq këtu, unë do të them disa për të argumentuar. Po. Që shkojnë, të gjithë faktorët shkojnë në ka negativ. Pensionistëve me që zumë në gojneve, ju lejohet të punojnë, të derdhin dhe sigurimeve shoqërore. Po nuk u njihet ajo vjetësia e kontributit me pastaj. Atëherë përse do të deklaroj dhe të pagoj kontribute kur shteti nuk e njepve? Pra, i lejohet të marrë pensionin, të punoj, të derdh kontribute, por ikin kota të kontributet, po, ikin kotë. Atëre do të ishte... Po, shumica janë në të zezë. Jo, unë po them këta që janë deklaruar. Këta që janë të deklaruar. Ta shqipse janë në të zezë. Këto fenomene shfaqen këshu, janë në të zezë sepse ti si a njef, edhe ju mundoj të shmanget këta, pse duhet të i paguaj? Duke nëzjerë një regull, një udhëzim, një vendim Këshillit Ministra, një ligj, pra një akt të tillë që të rregulloj këto marrëdhënie, nëse janë njef në një periudhë të dytë, dhe ndjenin time ka një 6 vjetë që është një draft ati në parlament, për të rregulluar kjo, po dhe tash se ka zënë me dorë njeri, nëse do të ishte e tillë, ti i sigurt që asnjëri nga ata që punojnë nuk do ta lejonin punëdhënësin të mos e deklaronte, bile me pagë reale. Atëherë ti duke rregulluar këto gjëra, përmirëson edhe financat e sigurimeve shoqërore, se do paguajnë të gjithë. Po, edhe nuk do ketë ato kolapsin që ne përmendëm. Tani, sipas planit, edhe mosha e daljes në pension për gratë do të rritet, thot, gradualisht në 67 vjeç. A shkoj drejt dhe arsyeshme në tregun, në kushtet e tregut punës? Atëherë duhet të sqarojmë një gjë. Ligji 7703 i përmirësuar, në thonjë za me ligjin 104 të vitit 2014, ka parashikuar pikërisht këtë gjë, në 92 të saj që gradualisht çdo vit femrat të dalin në pension duke u shtuar nga 2 muaj. Nga 2 muaj dhe një grua që mësuese që ka dhe nga 60 vjet, kushdo që të qenë, nga 60 vjet sot dalin 61 vjet e 10 muaj. Edhe ligji parashikonte që femrat dhe meshkujt në vitin 2056 të dilin në pension në moshën 67 vjet. Kërkesa e partnerëve tonë europianë ndaj qeverisë shqiptare është e tillë që duhet të avancuar akoma, thotë kjo, të mos dalin në moshën 67 vjet në vitin 2056. Dhe në dinin time, pavarësisht se këta nuk i publikojnë, kemi edhe njerëzit atë në atinë ashtu, janë edhur 2 ide. Ideja që të mos shtohet nga 2 muaj, po të kaloj nga 4 muaj, ose edhe në 5 muaj. Që të arrijet më shpet. Dhe të arrijet në vitin 2036.
Kjo është e drejtë si pas asaja idesë që kanë hedhur Europianët. A pretendojmë ne që të vëmë në Europë? Kur shtetasve të tyre, ata ju kërkojnë të dalin pension në moshën 67 vjetë, 68 vjetë. Bile Danimarka, që është vendi më i zhvilluar për aspektin e përfitimit të pensioneve, ka idhur idenë që si vjetë futet 71 vjetë. Nuk mund të pranoja që të jap nga taksa pagusit Europian, të jap fonde dhe të dalin shqiptarët në moshën 62 vjetë. Këtë logike ka. Sepse duke plotësuar ato kushtet që pretendojnë, prandaj thonë të jenë konkuruse. Që ne të konkurojme me ata, sigurisht, nuk do të kemi ato pensionet që marrin ata që janë të larta për ne kur i krahasojmë. Edhe të përballueshme për. Por duke plotësuar ato detyrimet që kemi ne si shqiptarë, Europës i lind e drejta pastaj edhe detyra, kanë detyra ta pastaj që këto vende në zhvillim, ku futet edhe Shqipëria, t'i jap fonde 20 deri në 30% për të rritur pensionet, t'i japin nga fondi sigurimit evropian, i shteteve evropiane. Pra, nëse ti do ta kesh pensionin 200 euro, ata do t'i japin pastaj 20 deri në 30% që i bie të japin 40 të shtojnë. Edhe pjesën tjetër nga fondi të shtohet, po. Pra, po ti do të arritish vetë atë mirëqenien e qytetarëve. Nuk mund të presin qytetarët shqiptarë një plan pa afate dhe themi do t'i bëjmë neve, po ku do t'i bëjmë? Do t'i bëjmë gjetë deda në punë. Po pjesa një nga pikat e planit ishte dhe mbështetja për pensionistët e vetmuar. Kemi do një studim se sa realisht faktikisht edhe në qeverit e mparshme, po dhe nga kjo qeveri, për pensionistët e vetmuar vetëm kanë nxjerrë 2 vendime e Këshillit Ministrave për kombesimin e energjisë elektrike, që ka të bëjë me shtimin, pra ti kombesoj për konsumin e energjisë elektrike, një 628 lekë të rinj dhe një 620, që në total veri 1288 lekë kajve dhe të reja, që t'i shtohet. Dhe për parësi marrin ata që janë të vetmuar, sa sigurisht gjatë kohës që pensionistët jetojnë, vjen një kohë edhe ata që janë të shiftuar unë betë njerë, betën vetë. Çfarë mendoni se duhet të bëjmë më shumë në këtë dokument? Por, në vendet të tjera, duhet ato që janë shpenzime të një llojit, atë themi. Dritën elektrike e ndes një lloj, qoftë edhe këto të tjerat elektrike, sikur është një, sikur është dy. Kështu që për ata që janë të vetmuar, duhet me patjetër të zbatohet dhe të kish dalë. Për këtë duhet përgjigjet qeveria minimum jetik, që t'jeti garantuar si individ. Pra, për edhe një ndihmë ekonomike dhe shërbime... Për të gjitha. Duke futur edhe ato që thuhet, për kartën e pensionistit, jo vetëm me urban, për të krijuar kushte lëvizje, por edhe për të përballuar shportën e konsumit të përditshëm, ata që janë të konsumit bazë, njëkohësisht edhe ndihmat të tjera në mjekësi, siç janë, se këtu ndërthuren shërbimi i disa ministrive, jo vetëm i Ministrisë Ekonomisë, ajo është bazë, sigurisht mbi bazën e po dhe i Ministrisë Shëndetësisë. Shëndetësia është kryesore këtu, por nuk mund të pretendojnë tash dhe të themi neve që do t'i marrë këto me rimbursime, ilaçet. Sepse po të shikosh, unë jam vetë pensionist, të vesh aty, të tërë ato që t'i jep mjeku, thotë kjo s'është parashikuar, kjo s'është parashikuar, kjo s'është parashikuar, dhe i ble me lekë ato të tjera. Ato që parashikojnë janë shumë më pak se sa ato që i nevojiten një pensionistit. Si pas të mundjeve të pensionistëve. Kështu që ti, sado që t'ja shtosh këtë pension, kur ai mesadarish argjon nga 50-60.000 lekë të vjetra për mjekësin, pa marë pasaj parasysh edhe kur vete bën në egzaminimet mjekësore, jo të themi analizat, jo skaner, jo kjo që është problematike për shëndetin. Sigurisht, mbështetja atyre me madhe janë fëmijët, po edhe i ndihmojnë fëmijët pensionistët tanë. I ndihmojnë. Ne themi, po mirë,
Ç'bëhet me atë të vetmuarin që themi si ndihmon s'ka një. Absolutisht. Ç'bëhet me ata që s'kan arritur të krijojnë një familje dhe s'kan. Ç'bëhet me ata që me ato familje që pretendojnë, jo vetëm që su vinë, po pretendojnë fëmijët e tyre jashtë shtetit të vënë t'i ndihmojnë. E dini juve sa të burgosur shqiptar janë për buxhetin e Europës dhe qeveria shqiptare duhet i dalë zot aty. Qoftë për të krijuar atë dënimin aty, po për të marrë masat, qoftë për t'i bërë buxhet këtu për të erdhur në ndihmë. Po, ndoshta për këtë pjesën e studimit, do doja të dija, ju dini se është bërë ndonjë studim i sakt, për shembull për një numër të sakt, se sa të moshuar të vetmuar kemi sot në vendin tonë? Sepse fillimisht do të dim shifrat, njerë dhe pastaj shifrat janë, unë kam shifrat e fundit këtu. Të ketë një zbatim këto janë shifrat e fundit 2023. Pikërisht për këtë themu, pse s'dalin në 2024. Sepse duke patur, është bën analizat më të i bën në kohë. Ne nuk mund të krahasojmë dhe të shprehemi se si i kishte zogu në kohën e vet. Do t'i krahasojmë me kohën sot. Pra këto janë gjithmonë fenomene që lindin në kohë dhe qeveria duke shikuar ato fenomenet negative duhet i rregullojë. Për ato që janë pozitive ti vazhdoj. Gjithsesi, në plan thuhet se do të ndërtojnë qendra rehabilitimi, kam këtu, dhe qendra rehabilitimi dhe kujdesi për të moshuarit, për të krijuar, thot, shërbime geriatrike me mjek dhe infermier të specializuar. Si mendoni se do të realizohet këtë plan? Shikoni të realizueshëm apo është më tepër? Këto janë ato që ka kërkuar Europa, sa i ka standardet e vete, që ne ti kemi. Ju jeni skeptik për të gjithë planin? Jo, unë i bëj vërete, unë më tepër, jo vetëm si ekonomist, unë jam auditus dhe shikoj fenomenet atë skutat e errta. Dhe këtu, them çfarë plotësojmë neve, jo thjesht për të plotësuar ca letra për atje. Neve do vëmë në Europë. Cilat janë kushtet që kemi neve? Çfarë kushte do vëmë në Europë? Të kemi ata, si të thuaç, pasaportën shqiptare, atë flamurin ton, që në flamujt e tjerë europian kemi edhe neve atë flamurin, traditat edhe ekonomin ton. E ditë ç'do ndodh? Një ditë do vëmë në Europë. Jo për 5 vjet, për 10 për shembull. Do vëmë. Por çfarë kushte na krijohen neve këtu? Veç kushteve që do të na mbështet me disa fonda për aspektet e përmirësimit të jetës, do të krijohet mundësia që shqiptarët dhe ata që kanë mbetur, pse të vinë punojnë këtu me 1.500 euro, që do t'u bet, ose 2.000. Do verë në Gjermani, atje se pengon me njeri. Si që vi një unë nga Korça, vi punoj këtu. Shumë letë mund të verë të punoj në Gjermani me 6.000 euro, pse të punoj këtu? Ose pyetja kthehet edhe ndryshe. Një Gjerman, a do të vitë punoj këtu me 2.000 euro? S'vjen. Kështu që këtu do beti gjithmonë më tepër boshllëk këtu, në lidhje me shtetat si shqiptar, për të cilën duhet qeveria shqiptare duhet të përmirësojë politikat nxitse që qytetarët shqiptar të jenë këtu. Vendet fqinjë kemi, jep 100.000 euro që të verë në fshatë që të punoj. Plani është bërë publik, ne këtu do të jemi mirë për të ndjekur, si dihet, presim në vitet në vijim ose në... Jo, unë jam me këte, unë jam besnik i shifra. Si të jemi patjetër që duhet të jemi skeptik, patjetër duhet të kërkojmë më shumë, me ekspertët si që jeni ju, për të kërkuar publikimin e të dhënave. Po mirë, them ka gjë. Po të marrim ato fenomene negative. Invalidët në Shqipëri e di si trajtojnë? Invalidët do të thotë që krahas atyre, si thonë, kushtet e tjera për të jetuar, ata kërkojnë një mbështetje tjetër. Patjetër. Vete deri aty. Një person që të kujdeset, një person që kujdeset, po ka raste që vetëm për shkak që në 5 vjet të fundit nuk ka një vit pune, se kështu e kanë ndërtuar ligjin, pavarësisht se ka kontribuar 20 vjet, ai ka kushtet mjekësore, mjeku thotë ky nuk mund të punojë se ka sëmundje të tillë që nuk punon dot, vetëm për këtë shkak që s'ka smerr kem. Nuk japin kem se s'ka këtë të fundit, nuk i japin mbi bazën e kontributeve që ka dhënë ai, sa t'i bjerë. Dhe gjithmonë më tepër tek mua vinë shumë njerëz. Vetëm për këtë shkak ka paguar tjetri kontribute për 25 vjet një të më falin familja nëse në ndjekin, në starjet kolonjës. Jo që në veshkën me sëmundje të keqe. Dhe starit të merte 1 lek.
vetëm për këtë shkak. Duhet rregulluar apo si ligj. Sepse në Shqipëri vetëm nga zbatimi i këtij neni për invalidët vete dhe penalizohen mesatarisht, po them, 16.000 qytetarë çdo vit. Çfarë do bëhet me ta? Ata janë në kushtet e... Kjo, padyshim, është një tematik delikate, shumë e ndjeshme, që duhet folur vazhdimisht dhe duhet edhe ekspertët, edhe ata që janë skeptik, edhe ata që e mbrojnë planin, patjetër duhet bërë bashkë për të shtyrë dhe për të marrë masat që duhet. Neve jemi thjesht monolog. Unë flas këtu, mund të dëgjojnë ata, por nuk kemi debat. Që të dalin aty dhe të kush ka të drejtë, qytetari, që do të na ndjekë, të shikoj se kush kishte të drejtë nga këta. Të mos kemi vetëm plane kështu teorike, po praktike, se na ndjekin shumë pensionistë dhe kanë gjithë shpresat se ata që shkruan dhe të dalin lajmi për të rregulluar këto, të çastit, jo të trashtit, të çastit. Po. Gjendja është e tillë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ju uroj ditë të mbar. Faleminderit për gjitha mendimet që u dhat në lidhje me skemën e fundit. Ndërkohë ne ju falenderojmë që na keni ndjekur. Kalofshi një fundjavë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Mirupafshim.